Në janarin e këtij viti hapi dyert për një rikonstruksion të plot Poliklinika Qendrore e qytetit të Shkodrës. Por edhe sot, pas 2 muajsh nga rikthimi i shërbimeve për qytetarët, problemet nuk janë zgjidhur plotësisht dhe ende vijon të mungojë qendra e trajtimit të shëndetit mendor. Ajo vijon të jetë në lagjen periferike Kiras, ku vendos provizorisht për shkak të punimeve dhe prej asaj dite nuk është kthyer. Hapësira e caktuar për qendrën kombëtare ka qenë ajo ekzistuesja. Në katin e parë Majtas, me 6 dhoma, me një staf për 13 vetësh, 3 mjek, 2 psikolog, 2 punës social, 6 infirmierë, dhe e kanë tjetërsu dhomat, duke fut shërbimet të tjera, dhe ne duke na fut në mes të shërbimeve të poliklinikës, në katin e tretë, duke mos marrë hiç parasysh problematikat e veçanta që ka shërbimi i shëndetit mendor. Mosmarrveshjet mes palëve kanë bërritur deri në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila në 18 shkurt ju drejtua drejtorisë së Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe institucioneve të tjera të shëndetësisë, duke kërkuar që brenda datës 1 Mars, qendra e trajtimit të shëndetit mendor të rikthehej në ambientet ku ka qenë, përpara se të bëjë rikonstruksioni poliklinikës në katin e parë. Si ku e gjejnë atë forcë mos më zbatuar dhe ministrisë, kur pronari i objekteve është ministria, nuk është spitali, i din ata. Ka ardhur urë me shkrim, unë kam urë me shkrim këtu, për të ardhur për të kthyer në hapësirën ekzistuese. Kati i parë, Majtas, me 6 dhoma nga sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Ky urdhër vijon të mbetet në letër dhe i pazbatueshëm edhe pse jemi në datën 11 Mars. Të kontaktuar nga Vision Plus, drejtues të spitalit thonë se të sëmurët mendor janë një lloj si të tjerët dhe shërbimin mund ta marrin në katin e tretë të poliklinikës.